Një aksident i rënd ka ndodhur në Çiflik të Lushnjës, ku një furgon që transportonte turist ka përfunduar në kanalin ansor të rrugës pas një përmbysjeje. Disa turist kanë pësuar fatmirësisht lëndime të lehta, ndërkohë që drejtuesi i mjetit një shtetas polak është ndaluar nga policia për sqarimin e rrethanave të aksidentit. Sipas policisë rrugore, drejtuesi i furgonit ka humbur kontrollin e mjetit për shkak të shpërqendrimit për një moment, çka ka sjellë daljen e furgonit jashtë rrugës dhe përmbysjen e tij. Pas aksidentit janë dëmtuar lehtë 4 nga 8 pasagerët që ndodheshin në furgon. Policia ka kryer menjëherë testin e alkoolit ndaj shoferit, i cili ka rezultuar negativ. Shoferi ka deklaruar se ishte nisur nga Tirana në mëngjes rreth orës 6 dhe kishin destinacion qytetin e Beratit për një vizitë turistike. Mjetët ishin 2 furgona, njëri pas tjetrit. Aksidenti ka ndodhur gjatë rrugës për në Berat. Pas përmbysjes së furgonit ka ndodhur një bllokim i trafikut në aksin Lushnjë-Berat, duke shkaktuar kaos për 30 minuta. Në këtë periudhë, qarkullimi në këtë segment rrugor, i cili është i rëndësishëm për lidhjen midis dy qyteteve, ka qenë i bllokuar në një gjatësi rreth 2 kilometër. Për fat të mirë, banorët e zonës kanë reaguar shpejt dhe janë ofruar në ndihmë pasagerëve të plagosur, duke i ofruar ndihmë të menjëhershme për t'i larguar nga mjeti dhe për t'i transportuar deri në vendin e sigurt. Më pas, turistët kanë marrë furgonën tjetër dhe janë nisur udhëtimin e tyre drejt Beratit. Drejtuesi i mjetit që shkaktoi aksidentin është shoqëruar në polici për të dhënë shpjegime mbi ngjarjen dhe për të sqaruar rrethanat e aksidentit. Autoritetet kanë nisur hetimin për të përcaktuar më tej shkakun e humbjes kontrollit të furgonit dhe për të marrë masat e nevojshme.